Bullgaria të enjtën u bë vendi 21 që miraton euron, një moment historik i pritur me brohoritje dhe shqetësime, gati 20 vjet pasi kombi ballkanik ju bashkua Bashkimit Evropian. Në mesnat, Bullgaria hoqi dorë nga levi, që do të thotë luan, një simbol i pranishëm në Bullgari prej shekujsh. E mirëpres ngrohtësisht Bullgarinë në familjen euro, tha Christine Lagarde, presidente e Bankës Qendrore Evropiane, duke e quajtur euron një simbol të fuqishëm të vlerave të përbashkëta dhe forcës kolektive. Qeveritë e një pas njëshme në vendin me 6.4 milion banor kanë mbështetur bashkimin me euron, duke shkresuar se kjo do të nxjisë ekonominë e antarit më të varfër të BE-s, do të forcojë lidhjet me Perëndimin dhe do të mbrojë nga ndikimi keqdashës i Rusisë. Por bullgarët kanë qenë prej kohësh të ndarë në lidhje me këtë ndryshim, mjaft të shqetësuar se ai mund të çojë në çmime më të larta. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se hyrja e Bullgarisë në Eurozonë shënoi një moment të rëndësishëm për vendin. Guvernatori i Bankës Qendrore, Dimitar Raden, tha se euro simbolizonte shumë më tepër se sa thjesht një monedhë, është një shenjë përkatësie. Megjithatë, sipas anketës së fundit të Eurobarometrit, 49% e bullgarëve e kundërshtojnë ndryshimin. Shqetësimet e bullgarëve kanë lidhje me inflacionin. Çmimet e ushqimeve u rritën me 5% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar në nëntor, më shumë se dyfishi i mesatares eurozonës, sipas Institutit Kombëtar të Statistikave. Miratimi i euros mund të ndikojë gjithashtu në vlerësimin e kreditit të Bullgarisë.